djali ka privuar nga jeta nënën e tij. Fëmia të çojë dorë apo të shkaktoj dhunj ndaj prindit kanë qenë raste të rralla. Dhuna në familje tashmë është bërë një realitet i përditshëm në Kosovë. Kryesisht ka të bëjë me traumat kur fëmijët janë të vegjël, shohin dhunë në familje. E pamundësi mi arrit qëllimet, synimet që cilat i shohin nëpërmes rrjeteve sociale, bojnë trysni, probleme, sepse një numër i madh i tyre po përdoret në substanca psikosomatike, droga në veçanti. Vajza sulmon fizikisht nënën e djali rra baban. E gruaja vritet nga fëmijët e saj. Të shpeshta janë tituj që duhet vendosur lajmeve të rënda që raportohen brenda 24 orëve në vendin tonë. Pikërisht gjatë viteve të fundit një numër të madh të rasteve të dhunës në familje ka pasur anë mban vendit. E më shqetësuese janë rastet kur dhuna është në mes të anëtarëve të familjes së afërt, e kur fëmijët sulmojnë prindërit. Dhuna në familje tashmë është bërë një realitet i përditshëm në Kosovë. Viti sapo nisi e në vetëm pak ditë të muajit janar janë regjistruar shumë raste të rënda të dhunës brenda familjes. Ndërkaq rasti më i rënd u shënua me 21 janar në fshatin Restelic të Dragashit, ku sipas hetimeve të policisë, djali ka privuar nga jeta nënën e tij, duke e rrahur vazhdimisht. Rreth kësaj çështje sa të rrezikshme edhe shqetësuese për shoqërinë tonë, kemi biseduar edhe me sociologun Gert Xerxa, i cili na shpjegoi më gjerësisht se cilat janë shkaqet më të shpeshta pse ndodhin këto sulme fizike e psikologjike të dhunshme. Ai rasti i fundit në Restelicës ka të bëjë me një patologji individuale psikologjike, mundet me qenë njëri prej mendoj që dinamikat apo e pushtetit për brenda familjes. Në rastet e kalume kemi pas me problematika të prindërve autoritar, tash ka ardhur ndrimi i pushteteve, fëmijët në pamundësi, duke i parë nëpërmes rrjeteve sociale stilet e jetesës, si po jetojnë, si po zhvillojnë, sa kanë të holla, çfarë jete po bëjnë, japin trysni prindve që ata t'i kenë. Kemi të bëjmë me një dështim të institucioneve tona relevante, sepse ai duke ditur që ka qenë recidivist, ka kriju krime, ka pas probleme ligjë në të kaluarën, qendrat korrektuese dhe institucionet për rehabilitim, rikuperim, për shërim të tina, ju ndoshtë të marrën më mirë dhe mos ta lirojnë, e pamundësi mi arrit qëllimet, synimet, cilat i shohin nëpërmes rrjeteve sociale, bojnë trysni, probleme. Pastaj edhe prindët jenë më kurioz edhe më vigjilent se ku po sillen, çka po bëjnë të fëmijët e tyre apo të rit, sepse një numër i madh i tyre po përdoret në substanca psikosomatike, droga në veçanti. Atëherë këto po krijojnë edhe problemet e tyre në gjykimin, fokusimin në shëndetin e tyre mendor. Rastet të rralla dhe rastet që po shfaqen në të kaluarën nuk kanë ekzistuar këto. Prindë, për shembull fëmia të çojë dorë apo të shkaktojë dhunj ndaj prindit kanë qenë raste të rralla ose raste mos themi në numër shumë të vogël ose pa identifikueshme. Sipas të dhënave zyrtare dhe gjatë vitit 2025 nga janari deri në tetor ka pasur një numër të madh të rasteve të dhunës në familje. Siç është raportuar, në Kosovë janë regjistruar 2429 raste të dhunës në familje. Nga këto 1897 prej tyre kanë qenë viktima femrat, e 527 meshkuj. Shifra që tregojnë se gratë janë grupi më i prekur nga dhuna. Rastet e dhunës në familje që nga viti 2023 deri sot kanë rënë dukshëm, por përsëri numri tyre vazhdon të jetë shqetësues. Gjatë vitit 2023 u regjistruan gjithsej 2717 viktima, e një vit më vonë numri tyre u ngrit në 2959 raste. Edhe në këto 2 vite, femrat vazhduan të jenë viktima në shumicën dërmuese të rasteve. E këto raste të dhunës shpesh përfunduan edhe në fatalitet, ku si pasojë erdhi edhe vrasja. Në vitin 2024 janë regjistruar 3 viktima gra dhe 2 meshkuj, ndërkaq në vitin 2025 janë shënuar 3 vrasje ku një prej tyre ishte femër e 2 meshkuj. Ndërkaq viti 2026 vetë se nisi me një të tillë e 2 vitet e kaluara përfunduan me mjaft shumë fatalitete. E për këto situata për Lajminet ka folur edhe psikologu Dorian Krasniqi që tregoi se në shumicën e rasteve kryerësit e këtyre veprave janë me probleme të shëndetit mendor. Ka shumë faktorë që e shtojnë dhunën e fëmijëve ndaj prindërve të tyre. Natyrisht dhuna si e tillë asnjëherë nuk duhet së pari të relativizohet. Relativizimi i dhunës është bërë një ndër shkaqet që këta fëmijë e konsiderojnë si të drejtë shprehjen e dhunës ndaj prindërve të tyre. E dyta janë silet e prindërimit, varësisht nga lloji dhe mënyra e silet të prindërimit, fëmijët mund të shprehin pastaj dhunë ndaj prindërve të tyre kur ata të kenë forcë dhe të rritën. Janë probleme të shëndetit mendor, pra shëndeti mendor të shumica të rinjve është i rënduar, askush nuk merret fatkeqësisht me problematika të shëndetit mendor, të
si nga ana institucionale ashtu edhe nga shoqëria jonë. Kryesisht ka të bëjë me traumat kur fëmijët janë të vegjël, shohin dhunë në familje, dhe kjo në trurin e tyre për shkak të mekanizmave drejt normalizohet dhe relativizohet. Dhe pastaj si e shprehur, nuk është që i bën shumë të mendojnë që kjo është gjëja më negative që ata mund ta bëjnë në sesive devijante. Prindërit për shkak të keqpërshtatjes nga vjen fëmijët e tyre vinë dhe kërkojnë ndihmë. Shumë shpesh shoh që goditen nga fëmijët e tyre. Kur flasim për ambientin, është shumë e rëndësishme të kuptohet që fëmijët tanë po shohin pamje të jo të përshtatshme për moshën e tyre, shohin dhunë, shohin që glorifikohet ose i jepet një rëndësi e madhe dhunës dhe shprehjes së dhunës, sidomos nëse këta fëmijë janë adoleshent, marrin model më të shpejt nga personat që ndjekin, nga këngëtarët, nga artistët, nga personat e famshëm të jetës sociale. Prapë ana institucionale mungon, sepse psikologët edhe pse të pak në numër duhet të trajnohen. Dhe për prindrit kam shumë këshill që të mos i pajisin fëmijët qysh në vezëlime mjete me ekran, pra me telefon, me iPad, me çka do. Pra pam se numri i rasteve të dhunës në familjet në Kosovë është shqetësues, ku gratë vazhdojnë të jenë më të prekurat. Andaj nëse shihni apo përjetoni çfarëdo lloj të dhunës, mos heshni dhe denonconi ato raste në stacionet policore që më pas instancat e hetuesisë të merren me secilin rast specifikisht.